الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد falënderimet I përkasin vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet, lëvdatat, mirësitë, begatit të gjitha të grumbulluara tek më I miri njerëzve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të paqta dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në jetëshkrimin e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke u mundu që ta shtojmë bindjen, ta shtojna qetësinë, stabilitetin e zemrave tona për pejgamberin dhe dëshmit e fuqishme se ky njeri I madh është I zgjedhur I Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe meriton të jetë njeriu I cili pa kontestueshëm edhe I pa kushzuar është I ndjekur I jon, duke mos I vëndu ati kushte se nëse dëshiron me ndjek na duhet mi plotësu këta dhe këta. Kjo ka mundësi me ndodh mes neve, por se në raport me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, trajtimi duhet të jetë shumë më I veçantë. Dhe jetëshkrimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndihmon shumë për me shtu këtë bindje, kur njeriu njoftohet me ta, si ka qenë fëmijëri, si ka qenë I ri, si është zhvilluar, si është formuar dhe ndërtuar si personitet I madh alayhi salatu wassalam, pastaj se si ka filluar shpallja dhe se si e ka zhvilluar dhe zbatu porositë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në tokë, duke dëshmuar plotësimin njerëzor më të skajshëm. Pra, ai alayhi salatu wassalam është modeli ta quajmë më I përsosur I një njeriu që ka mundësi me jetu. Njerëzit flasin për njerëzillëk, njerëzit flasin për moral, njerëzit flasin për me qenë njeri I mirë, por se ketë ata polemikat dhe përplaset se kush është njeri mirë, cili I plotson kushtet me qenë njeri mirë, kërret këto I shëron dhe I shuan njerëzilloku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, neve hiç pa u pas as një lloj tute, as një lloj frike I themi njerëzimit. Ja Muhamedi alaihi salatu wassalam I plotson krejta fushat e njerëzillokut, krejta fushat e moralit, krejta fushat e ndërgjegjes. Andaj tha alaihi salatu wassalam, jam dërguar t'i plotsoj virtytet e mira. Pra me fjalë të tjera, jam dërgu me plotsu njeriu, me ja përdor të mira dhe takatët e mira dhe me ja shujt instinktet e këqija, me ndihmu njeriu që mos t'i përdor likësit e ti, të këqijat e ti. Andaj të ndëruar xhamatli, njeriu kur e lexon historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bindet se nuk ka njeri më të madh, nuk ka njeri më të fuqishëm se ai alayhi salatu wassalam. Andaj duhet neve ti hulumtojmë këto njerëzillëke te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratën e fundit përmendëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi vdesh gjyshi I tij Abdul Muttalibi Shejbe në vitin e 8 nga jeta e tij, duke qenë fëmijë, e merrën në kujdes agja I vet Ebu Talibi. I merrën në kujdes Ebu Talibi. Dhe Ebu Talibi nuk e kishte privilegjin e Abdul Muttalibit. A dikuj na mundet m'ju përziki Abdul Muttalibin me Ebu Talibin, m'ju duk një njeri. Këto nuk janë një njeri. Abdul Muttalibi, babgjyshi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Talibi, nga se këto janë emra arab dhe na nuk kemi mësue. Ebu Talibi është agja I tij. Agja I tij.
Agja i tij, cili e merr me rujt Muhamedit alayhi salatu wassalam, nuk e gëzonte atë gëzim të autoritetit që e kishte gjyshi i vet, dhe pasunin që e kishte Abdul Muttalibi nuk e kishte djali vet, agja i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e merr agja i vet dhe e fillon me angazhu me ruajtjen e deleve. Pra bëhet bari i deleve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmendën disa prej dobive që i kanë përmend dietarët. Pastaj në këtë kohra ndodhen e disa prej ngjarjeve. Neve do të mundohemi në këtë ligjërat të shkojmë deri te shpella Hira. Në këtë ligjërat të shkojmë deri te shpella Hira dhe pastaj të vazhdojmë me ajo që ka ndodhur prej zbritjes së shpalljes. Para se me vazhdu në përmendjen e ngjarjeve, shpesh herë parashtrohet pyetja nga ana e njerëzve, nga ana e xhamatlive, po edhe nga ana e studiuesve, se jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 63 vjeçare. Në 40-in e tij të parë është shumë e mangët nga ana e informacioneve. Pra, në prej se fillon mu bo pejgamber, shumë dim, po 23 vjeçari, do ta shikoni. Pra, shikon neve në 3-4 ligjërata, do të arrim të 40 vjeçari i tij. Ndërsa prej të 40-ci deri në 63 ka shumë informacione. Na nuk do të kemi mundësi me i përmend krejt. Nuk do të kemi mundësi me i përmend krejt. Kjo pse ka ndodhur? Dietarët kanë dhënë disa prej shpjegimeve. Shpjegimi më i afër mendjes është se në 40 vjeçarin e parë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as që e ka ëndru, as që e ka imagjinu që ai ka mu kon pejgamber, dhe as dikush për rreth se ka ditë se ka mu kon pejgamber. Andaj nuk janë regjistruar veprat. Ndërsa në Islam, kur është bë pejgamber, çdo rast është mbajt mend, çdo rast është regjistruar. Pse vallë? Nga se kur është bë pejgamber, është bë burim ligji, burim ndjekje, burim pasimi. Po çdo lëvizje që e bën ai, çka është? Nuk është si lëvizjet tona. Ai kur të lëvizë është ligj. Kur mos të bëje diçka, ka diçka pse se ka bë. Andaj, prej se është bë pejgamber alayhi salatu wassalam, janë marrë regjistrime të përpikta, ndërsa nuk ka qenë për masa e regjistrimeve, derisa ata nuk e kanë ditë se ka me qenë pejgamber, madje mosdia e njerëzve dhe ati se s'ka me qenë pejgamber, Allahu e ka regjistruar në Kur'an. Ma kunte tadri mal kitabu wal iman. Ka thënë Allahu xhelle xhelal në surën Al-Isra, në surën e Isra dhe Mirajit, ka thënë Zoti jon xhelle wala, ti nuk e ki ditë çka është libri dhe çka është imani në kuptimin me Islam. Edhe pse do ta shohim se ai kur nuk ka bërë shirk dhe s'ka qenë pagan asnjëherë alayhi salatu wassalam. Pra Zoti e ka mohu që 40 vjet ti ke shku mendja ndonjëherë se ka mu bë pejgamber. Madje pak para se mi ardh Xhibrili, i ka ndodhur disa shenja të cilat kanë ndosh me ja largue frikën nga ardhja e melekut. është friksu pejgamberi alayhi salatu wassalam se mos po çmendet alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ka në hadith se i ka thënë Khadijës, kam frikë mos po më godet diçka se po më ndodh kështu dhe kështu do ta përmendim. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk e ka ditë absolut për erë, asnjëherë nuk i ka shku ndërmend se ka mu bë pejgamber. Dhe kjo është prej sinqeritetit dhe besnikërisë që ja shton alayhi salatu wassalam. Andaj nëse do të dikush pse ka shkurt deri në 40 vjet, se kanë ditë njerëzit se ka mu qenë pejgamber dhe nuk e kanë regjistruar ata që kanë ndodhur në jetën e tij alayhi salatu wassalam. Në këtë periudhë prej 8 e duke vazhduar, kanë polemizuar dietarët në periudhën 15 dhe 20 vjeçare. Mes këtyre viteve kanë ndodhur dy raste të rëndësishme. E para ka qenë se ata e kanë bërë një aleancë arabët. I thojnë kësaj aleancë Hilful Fudul, aleanca dhe bashkëveprimi në disa pika të mira dhe kundër zullumit. Dhe në këta ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe një tjetër e cila ka qenë një luftë mes Kurajshve dhe një fisit të
Qaisit. Ka ndodhur një luftë e cila ka marrë emrin Harbul Fijar, lufta e gjunahit, lufta e shprenimit, nga se ka ndodhur në muajt e shenjtë, ndërsa 4 muajt e shenjtë është haram lufta, është haram me haramat më të mëdha. Dhe nuk guxon njeriu me prek në atë shenjtëri që do ta shohmi kur vjen puna e muajve të shenjtë. Andaj këto dy raste kanë ndodhur mes 15 vjet dhe 20 vjet. Dhe këtu pse 15-20, pse s'pidihet se nuk e ka matë kërkush. Kush e ka numenën, sa i ka vjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por se nga 15 deri në 20 vjet. E para, në përlesjen mes Kurejshve dhe këtij fisit Qais që ka ndodhur, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka marrë pjesë dhe ja u ka gdhen shigjetat fisit vet. I ka gdhen shigjetat dhe ja u ka dhënë. Dhe këtu s'kemi mundësi mu ndalë me shumë dobi, do ndalëmi pak të tjetra, por se ajo që ka përmend dietar, pse ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtu ma në mend, nuk ja ka mundësu Zoti me marrë pjesë dikun, vetëm se ka qenë me leje të Zotit. S'ka marrë pjesë para pejgamberisë dikun, vetëm se ka qenë me leje të Zotit dhe para përgatitje për pejgamberin. Pse ka marrë pjesë këtë luftë? Sepse ajo e cila do të vjen prej mesazhit pejgamberik ka të bëjë me luftën, ka të bëjë me përleshjen, nuk ka të bëjë me çejfet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk mundet me u harmonizu me një njeri cili ka çejfe, suni le çejfet, suni le të kanëmët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka, është njeri tejet kulmi i seriozitetit alayhi salatu wasalam. Andaj kjo pjesëmarrje e tij në 15 vjeçarin e tij ka qenë përgatitje për çka? Por shumë ekspedita të mëdha të tij alayhi salatu wasalam. Andaj është skalit që nga veçlia për me umor me punë të mëdha. Pastaj ka ndodhur aleanca e Fudulit. Çka është aleanca e Fudulit? Aleanca hilf është bashkëpunim dhe bashkëveprim për një pikë të caktuar. Ka disa shkaqe që kanë qenë deri te kjo aleancë. Këtë aleancë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend në Islam, masi është bë pejgamber në Medinë, e ka përmend këtë aleancë që do ta përmend me tekstin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka disa prej shkaqeve të cilat e kanë përmend se është bë kjo. Më e sakta është se ka ardhur njëri nga Jemeni me bë tregti në Mekë, me shit mall, nëse ka qenë tregtar. Dhe baba i Amr ibn al-As, pra As ibn Wa'il, djali këtij Asit, është baba pastaj sahabi i madh, e ka çirue Egjiptin, radhiyallahu anhu wa arda. Baba i këtij sahabijut s'ka qenë musliman, dhe është s'është bë musliman. As ibn Wa'il e ka marrë mallin për këtij Jemenasit dhe që ka dhënë parët. Ja ka marrë artikullin dhe i ka dhënë hec tash. Dhe kjo zullum, me marrë mallin, mos me dhënë parët, kjo zullum. Dhe ka fillu me bërtit ki Jemenasi. A i takon kështu banorëve të Mekës me ba. Ka fillu me thur poezia. Por se krejt fiset e arabëve kur kush si ka kushtu kujdes. Një huj është e quzanin që ati e kryn edhe shkon. Dhe ka hip me një kodër dhe ka fillu me i thirë Kurejsht. Djetarë ka thënë, kjo argumenton se të Kurejsht ka egzistu dashuria kundër zullumit, dashuria për drejtësi. Dhe ka thënë, a nuk ka dikush pi Kurejshve shka e merë hakin tem? Cili hak? Parët e artikullit. Dikush thot, po kjo nuk është me punë e madhe? Jo, punë e madhe shumë. Dhe shëriate shikon shumë, me i hin hak njerëzve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kush e kput një tokë pa drejtësi dhe ja merr dikujna, i shkon dikuj thot pi sot që kjo janë toka jeme. Si toka jeme a kjo? Unë jam i forti. Çish i morrin sot toka njerëzit apo pa drejtësisht, pa ata nuk e shohin nga ahireti. Tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, ju tawaq, në qaf kam ju ngjit 7 fish ajo tokë për me paguajt ditën e gjykimit. Zoti na rujt. Andaj nuk duhet me shikuar nga kjo botë. Ka mundësi ti një artikull i vogël, por se të kushton te Zoti. Pse e ki marr pa hak?
ka mundësi për t'i shkurgja, për ata akon shumë. Andaj një artikull, por se ndodhi shumë një ngjarje e madhe. Çka thanën? U mbledhën Kurejsht dhe thanë, a nuk është turp në vendin ton mu ba zullum? A nuk është turp? Pra, i thirin ndërgjegje që të veprojnë diçka. Dhe u mbledhën për me e kthije hakin. O shqujt fudul dhe me thanë me hinë punën e huj. Pra, ata janë konë të bo trektinë me zveti. Ta janë përzi, që të më janë përzi në punën e huj. Dhe këtu e ka morë emrin aleanca në veprimin i cili sakoni këtyre. Dhe në një sebeb tjetër është qujt se ata të cilët e kanë mba këtë marveshje, ata që e kanë nënshkrujt, e kanë pas emrin Fadl. Janë konë Fadl edhe e kanë pas emrin Hilful Fudul, aleanca e ta qujmë fadilave. E kështu me ra. Që ka ndodhë në këtë aleancë? I kanë vendosë disa pika. Prej pikave ka qenë Nasrul Madhlum, me indihmue të doptit, a i cili është bo zullum, me indihmu të doptit, me qenë një dorë kundër padrejtësive, me qenë një dorë, kuptimin një veprim, mës me pas polemik kur du të minimu t'i kujna dhe është e drejta. Pra mës me ardi kush me thonë, unë e spërzina, jo, pra me konë një fjalë dhe njësimi i të gjitha takatëve dhe fuqive për ndihmue të varfëri dhe ati cili i është ba zullum. Në këtë aleancë merë pjesë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem. Në këtë aleancë merë pjesë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe ka qenë i ri, por se këtu ka mesazhet mëdha dhe të këtë të dalimi disa pika. E para prej pikave është se pejgamberi alayhi salatu selam e ka lavdruar këtë aleancë, këtë bashkëveprim. Sikur mos ta kish lavdruar në Islam, s'do ta kishmi përmend. Por sa ai e ka lavdruar në Islam, masi është bë pejgamber alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an. Vërtet kam prezantuar dhe kam qenë i pranishëm në shtëpinë e Abdullah ibn Jud'an. Kush është Abdullah ibn Jud'an? Abdullah ibn Jud'an akon njeri më i gjymert i asaj kohe. Kush ka pas nevoj mu martu, me ndrejt shtëpi, me bo tregti, duhet borç, Abdullah ibn Jud'ani ka thonë, te une e kini derën qelë. Deri sa Aisha radiallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Abdullah ibn Jud'ani këta të punë të mëdha, në ahiret ai bën dobi? Tha jo Aisha. Jo. Pse? Sa ai se ka bë këta për imanit, se ka bë për Islamit. Nuk e ka bën nga imanin Zot, por e ka bën nga përfitimet dhe levërditë e kësaj bote me të përfitue emër. Abdullah ibn Jud'ani kush është? Është agja i babës e Ebu Bekrit. Ata shkena hi fedha tjena u ka përzi krejt, apo? Agja i babës Ebu Bekrit. Dhe kjo qka arkum, pse pe përmendi këta? Ebu Bekri është sahabia i vetëm i cili nuk ka që i ka afru dikush me dhanë. Deri sa ka thonë alayhi salatu selam, krejt muslimanëve ju kina dol hakush. Kush ka dhanë ju kina dol hakush. Ka dhanë dikush e ka kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka dalë dikush tjetër ka dhanë ja ka kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vesh një njeri se ja kina kthi. Kush është ai? Ebu Bekr as-Siddiq. Ka thonë atia kina lanë Allahun. Ajlet ja ktheje. Dhe ja ka kthi Zoti jon xhel xhelaluhu me çka? Me hin xhennet i pari për njerëzve. Radiyallahu anhu wa arda. Po Ebu Bekri ka fitu këtë dhanë të madhe, nga se familjarisht janë njohë për dhanëme. Para me ndo, agja i babës vetë, kërrejt Mekën kush ka pas nevoj për zborç, për më martu, për më ndrejsh të vi, kërrejt të aj kanë morë. Dhe ju ka qenë privilegj shumë i madhë. Kur janë mledh të aj. Pra kur bëhet punë e mirë, ku du të më mledh? Në qajtore? Në kafe? Jo. Më zxedhi njeri autoritet, një njeri cili dijet për të mira. Kur dojna me bëhet diçka të mirë, nuk mëjna me shku të një fmi, po të me shku dikush ka është i gjimer dhe na përkra për vepra të mira. Andaj ka shku të Abdullah ibn Jud'ani, thot pejgamberi sallallahu hilfen, një hilf. Çka është hilf? Bashkëveprim. Hilf
është bashkëveprim. Hilf i thojnë betimit. Hilf i thojnë në esencë mu babe. Kur thuj ahlifu bajbe. Po aleanca quhet të arabët me emrin e betimit. Pra betim. Pse? Se kena mi u përmbaj që sa i shka shkruan qëto. Pra bani be krejtë se që kjo shka shkruan ka me uzbatue. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Law du'itu bihi fil islami la ajabtu." E kjo është teksti dëshmi. Në islam me më thirë që si aleanca unë e shkoj. Cila është aleanca? Për drejtësi, kundër zullumit dhe me e prue hakin ven. E disa bika detalizuse të cilat i kam përmen djetarë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi tjetër se në kanë zirë Imam Ahmedi dhe Ibn Hibbani, ka thonë alayhi salatu wassalam, "Shahidtu hilfal mutayyibin." Kam prezentuar në aleancën e të parfymosurve. Aleancat e parfymosurve, cila është, kanë qenë arabët të cilat edhe më herët kanë bërë si aleanca, po pastaj me kalimin e kohës i kanë prish. Dhe pejgamberi sallallahu e ka ngjasu këtë aleancë që cilën ka prezantuar me aleancët e cilën ka qenë më herët. Ma umumeti, me agjallarët e mi. Wa ana ghulamun, dhe unë kam qenë djali i ri. Kam qenë djali i ri. Fama uhibbu liya humra ni'ami, e une nuk i ndroj me deve prezencën e asaj aleancë. Pra, une me madhan devet. Pse devet? Devet e kuqe kur përmendën të arabët çka simbolizon? Pasuria më e madhe. Pasuria, s'ka pasuri më të madhe të ata se sa devet. Na mujna sot me mjetet transportuese me i qujt ku ta di prej mjeteve shumë srajta kështu me radhë, mi thonë dikujt 100 kësi mjetet më të avancume, me thonë pejgamberi sa thotë edhe me çato se ndroj që kam prezantuar në këta. Pse? Për disa arsye të cilat i kanë përmend dietarët. Prej tyre kanë thënë dietarët, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelalu qish nga fëmiria e ka përgatit që të ketë pjesëmarrje aktive me popullin e tij. Të përzihet në popull. Pse? Nga se mos tjetë pastaj ardhja e mesazhit për një njerit huj. Pra pejgamberi sa po përzihet me ta, qysh i vogël, qysh 15 vjeçar po merr pjesë ku po morin pjesë Kurejsht atëra ka presidenca më e madhe që ka ekzistuar. Këtë arabët kanë funksionu prej çatyre dhomave. Kërrejt rregullat, kërrejt çka është bërë për çatyre dhomave. Kërrejt luftat që kanë ndodhur kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë nis për çaty. Sa kolla i gara ato muhabete. Ato janë vendime të cilat janë shumë serioze. Allahu xhelle xhelaluhu eskalit dhe e gdhenë Muhammedin alayhi salatu selam nga fiminia që me prezentu kësi aleance. Pse? Që tjetë i mishrum me popullin, ti dije halët e popullit, ti din historit, tjetë me ta, që i mos vjene mas 40 vjetëve se ka pa kur kush, unë e ku marë për nga mërë të ju, kush jeti? Kush jeti s'kina pa kur? Si në gjason, nuk është e urtë, nuk e kap mendja, nuk e kap shpirti, nuk në nështrojët zemra, për një njeri që ka ti se nje. Andaj Allahu shpesh në Kur'an ja u përmente, laqad labithtu fikum umra. Allahu i thënë të thuju, unë ymër plot kam me juve, s'muni me mohue, 40 vjetë me juve i kam. Pra une ju më njefni muhe, krejt më kini pa. Andaj, pika e parë, Allahu e përzinte me popull. Kjo çka nuk kupton për neve? Nëse do ti me arrit sukses apo me përmirësu diçka, së më nëshë marrë me kësilat ftofta për jashtë, bani që shtohë dhe unë e shkova. Jo, rimeneve në problem, rimeneve në zetë, rimeneve në ftof, rimeneve në pache, rimeneve në luft, rimeneve kur dushtim na me ta morë t'i kshilën. Për ndryshe, për në periferi, s'ka mundësi. Allahu xhelle xhelaluhu e ka qujtë nifak shikimin nga periferia. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, ku të vim të luftë e Ahzabit, një luftë më ashpra që i ka ndodhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha për munafikat, hipokritët, waddu law annahum fil a'rabi. Tha dëshirojnë munafikat me shku në shkretin. Me shku në shkretin.
Pse në shkretin? Prej atje me ngulajme. Çka atu ndodh me Muhamedit s.a.s. Edhe kur coset lufta, me armë ju thanë, a ju tham kështu, a ju tham ashtu. Allahu e quajti këta për hipokrizi. Hipokrizi, a? Çka e quajnë njerëzit? Logjistik me nejt, apo? Ti me përcjell prej anër. S'ka mundsi. Duhesh me u mishrua me kreta temperaturat çka ekziston. Andaj pejgamberi sa nga vëzhlia ku merrte pjesë. Në pjesë ku ishin shumë punë serioze. Kjo është dobia e parë. E dyta, kjo aleancë çka argumenton? Megjithse ignoranca kishte mri kulmin. Ata u vrasëshin, çka tham, për sebepet më të vogla. Për sebep ma ki prek devën, luftë. Ma ki prek devën, luftë. Ma ka kalu kali jot ngara, luftë. Zbahat let me ta. Ata janë vrarë për sebepin më të vogël. Andaj të ato ignoranca ka mbizotru. Edhe pejgamberi s.a.s. nuk tha, unë nuk marr pjesë me këto njerëz që këtë gabimi kanë punë. Çka të përmend se to e kanë gabim? Dhe ishin gabim, shumë gabime kish. Prej gabimeve më të madh paganizmi ish. Idhujtaria, adhurimi dikujt tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Por se pejgamberi s.a.s. Allahu ja lejoi dhe mas shumë e vërtetoi në Islam, dha unë prapë prezantoj çasi aleancë. Cila është ajo? Ajo është se edhe pse kur ka dikush gabime, nuk nënkupton me shkel kejt, po me ja shfrytëzue virtytet, me ja shfrytëzue mundësit për përmirësim. Andaj pejgamberi s.a.s. tha, masi po pajtoni me u pajtu disa pika kundër zullumit, edhe unë e marr pjesë. Edhe ai është besatu alayhi salatu wassalam. Dhe besatimi, a di ç'ka qenë? Nëse del dikush dhe rebelohet kundër pikave, me luftë me mbajt ata. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na mësojnë nga kjo pjesëmarrje se nëse neve hasmi ngabime të njerëzit, a duhet mi gjujt? A duhet mi gjujt? A dikush thot, mase e ka këtë gabim ki zbahet njeri kur? Jo, s'është ashtu, nuk është e vërtet. Ata janë drejtuar arabët me krejtat zullum, me krejtat zullum, me krejtat ignorancë, pa dije e thellë. Andaj kjo neve çka na kupton? Vllavi jot, shoku jot, miki jot, familjari jot, baba jot, kush do qof, djali jot, për një gabim, 2 gabime, 10 gabime, 20 gabime, a duhesh mi u bon ndim shejtanit kundër ati? A duhesh mi u bon ndim? Mi thonë shejtanit merre se s'na duhet ki. Mos e ban këtë punë tana nuk na duhet. Jo, asnjëherë. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam kur piti njëri shumë alkool, rakixhi, çat shumë piti derisa Khalid bin Walid tha, "Ecmo me këtë raki, ec me këto." Edhe e mallkoi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La takunu a'wanan." Mos ju bani ju për krahas shejtanit kundër vllavit ju. Shejtani thot, "Inshallah e përzojnë." Inshallah e përzojnë e unë mësani edhe do pushka së një kumbo kur akon mrena tash i baj. Se kur të lijet vet, ai fuqia i dopsohet. Atare është peng më i madh për shejtani dhe mësani ku të zonjë armiku vet. Çka të ban? A dhët kur ishe mrena gjësë në bajsha kur gjatë, tash të ka pëzojnë. Andaj na duhet me kanë shumë si qeli. Kur ban dikush gabim, është me thonë, ja, tash na nuk të falë në kur. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi, duhet me kanë për krahës në zhvendosin nga gabimi i tina dhe ketë kjo mirët mësim nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam se nuk i ka ardhur një mundësi me bo mirë vetëm se e ka shfrytzuar. Dhe pse ata kanë qenë idhujtarë të ndëruar xhamatli. S'kanë qenë musliman? Idhujtar gurin e ka marru që ati e ka adhuru. Kur që si ka bo mirë e ka gjujt, e ka marru një tjetër. Zotin arru. Andaj, kjo është premësime që e ka mërmen djetarët. Tjetra prej asaj që e ka mërmen djetarët është se fitimi i besimit dhe përfitimi i autoritetit është kur njeriu i din halët e shoqërisë. Apo, për shembull, mos prit me ta vizatu problemin. Si duhet ti me të kallëzu çka po ndodh, ti nuk i je në ngjarje. S'un bandi kur gjao, s'un drejt kur gjao. Pejgamberi s.a.s. kur s'kish nevojë kështu. Kur nuk kish nevojë. Madje kishte sahabe që i thonte, a e kiti çet problem apo? I thonte atij tjetrit, Adi ibn Hatim kur erdh me pranu Islamin thëke, o Adi, a e kiti çet problem apo? Ku e ka ditë pejgamberi s.a.s. Është interesuar.
Andaj, tjetra që ka përmend dietar, edhe këtu ka shumë dobi, s'kemi mundësi mi përmend të gjitha, nga se duhet me vazhdu në ngjarje. Ajo që ka duhet neve të kuptojmë, nuk duhet na me prit me na i vizatu problemet. Nga dikush ka qef me jetu në periferi, me jetu në flat, me jetu pa probleme, edhe më sani me arë si analist i madh, si largpamës i madh, këtu a ka gabim, këtu a gabim, këtu a mirë. Kush jeti? Kush jeti? Çka di ti për neve? Çka di për dhimbtat tona? Çka di për problemet tona? Çka di për varfëritë tona? Ku je kon ti kur je na kon në sikletin më të madh? Ku je kon? A di ti çfarë dhimbta kena pasna? Allah s'u intereson mua. Jo, s'ka mundsi. Pejgamberi se asnjëherë nuk ka thonë çka ka ndodhur. Çka ka ndodhur? Jo, e ka ditë çka ka ndodhur. Ka qenë pjesë e problemit, ka qenë pjesë e shoqërisë. Ka shku me axhallarët e vet, me kushëritë e vet, ka rrugtuar, ka ditë problemet. Që kur të vjene me këshill, kur të vjene me mesazh, mos më thon atë tije si je joni. Jo, unë jam i juve. Unë jam mrenda këtu dhe i di problemet dhe i di kreta të lashet, dhe kur të jap këshillën e jap prej bashkëveprimit ndjenjave. Unë jam me këtë ndjenja, nuk jam jashtë ndjenjave. Nëse njeriu kur nuk është problem, menon akull. Aja do ç'është banja, ç'është mja vo. Ç'është mja vo, nuk është lehtë, dush me hinë në problem. Andaj kjo neve na jep mësim që neve nëse dëshirojmë me përmirësu problemet, telashet, rrëshqitjet, veset e muslimanëve, kudo që ka, edhe njerëzimit në përgjithësi, çka duhet? Me ditë çka po ndodh. Me ditë se andaj njeriu kur ti i thu, atë ka ndodhur kjo, e di krejt. Çka luton te ai? Ai fiton besim, thotë ky po ka me mua, ky po më diket hallin. E nëse ti thu çka ka ndodhur, e duhet me të kallëzuar një muaj ti në ngjarjen, njeriu nuk ka mundësi me përfitue kështu kabull të fjalës. Pastaj dietarët nga kjo periudhë, dikon 10 vjeçare, nuk kanë haber dhe shumë pak gjitha transmetimet janë të dobta, andaj kalojmë te ajo e cila është e qëndrueshme dhe me argumente, dhe ajo është fillimi i tregtisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në moshën 25 vjeçare me një grua të autoritetshme të asaj kohe, e cila ban emrin Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, wa ardaha, bashortja e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm se Abu Talibi nuk ishte i pasur si Abdul Muttalibi, pra agjas ishte i pasur si gjyshi, dhe Khadija bante tregti, por se tregtin e bante prej shtëpi. Ishte një grua shumë e privilegjuar, një grua e hatashme në mendje, në shumë prej cilësive të cilat ja kanë përmend dietarët, se kanë shkruar dietarët libra të veçanta. Bante tregti. Si e bante tregtin? Pasurinë që ka kishte, i thirrte njerëzit që mendon se ata janë të suksesshëm tregti dhe jo i këte parët në mënyrë të mudharabes, të aksionit. Fiton, kjo është përqindja jo të tjetrën ma bje, dhe në humbje jemi në të përbashkë. Dhe i kishte dalë zani se Khadija është tregtare. Dhe një ditë prej ditëve Ebu Talibi propozon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta gjen një rrugë të bashkëpunon me Khadija, të merr parën nga Khadija dhe të bën tregti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, unë s'kam mundësi me shku te gruaja, ajo gruaja është me privilegje, ajo gruaja është me autoritet, dhe pejgamberi sa gjithmonë e ka trajtuar vetëm me modesti. Andaj një ditë prej ditëve kur i dëgjoj disa njerëz të lavdrue, e të lavdru do me musën, e kështu me radhë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leni këto muhabete, ana sayyidu waladi Adam, unë jam njeri më i mirë fytyr tokës. Unë jam njeri më i mirë fytyr tokës, wala fakhr. Po s'ka mburje. S'ka nevojë më mbur. E keni pozitë, e keni autoritet, nuk ka nevojë më mbur, rrinë në ata çka të takon. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në 7 kaçië dhe ka zbritur kur s'është lavdrua. Kur s'është lavdrua. Njerëzit sot një karrike e fitojnë edhe mo nuk e kërkan. Alehi sallallahu alaihi wasallam ka po sidratul muntaha, e ka po pozitën më të madhe që ka mundësi me pa, po kur nuk është mbur alehi salatu wassalam. Andaj tha, çish me shkua ajo gryë e madhe, ajo është me autoritet. Sigur sot me thonë dikun me një njeri i cili s'ka autoritet, me shkuti një dikush i cili është shumë me autoritet. Por se pastaj me disa intervenime i shkojnë muhabetet Khadijës radhiyallahu anha, ndërsa cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
ishin të qarkulluara në mesin e arabëve. Ata kur nuk e diskutojshin se Muhamedi alayhi salatu wassalam është njeri besnik, është njeri cilësor, është njeri i vërtetshëm. Ata kur se kanë diskutuar këta. Andaj Allahu xhela kur se ka diskutuar në Kur'an. Kur se ka diskutuar Kur'an, ka thënë innahum la yukadhibunak. Ata s'po thojnë se ti je rënacak. Walakin adh-dhalimin bi ayati Allahi yajhadun. Ama zullumçart me ajetet e Zotit kanë problem. Dikush kur i thotë dikujt ti mirë kije. Mirë kije, ama kjo s'u përshtatet mua. Kjo s'u përshtatet mua. Andaj Khadija kur ndëgjoi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi se nuk ish pejgamber, po dojnë me fut tregti me Khadijën, Khadija e shfrytzoi këtë mundësi. Nga se Khadija nuk bashkëpunonte me çdo kan. Ka ardhur në librat e historisë se Khadija kur e ka fut dikan bashkëpunim, e ka shoshit kush është, çka është. Por Muhamedi sallallahu nuk e ka diskutuar. Andaj fillon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me bashkëpunue me Khadijën dhe Khadija radhiyallahu anha njoftohet nga një shoqërues i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për madhështinë që e kishte në jetën e vet. Dhe i lajmërohet Khadijës. Dhe Khadija përfiton shumë bereqet nga ajo që ja bante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve i propozojnë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me martu këtë gruaje. Por se përësan prap nisën nga piknisja e njëjtë. Unë e thot më martu me Khadijën. Ajo s'pranon, as kam pare, as nuk jam në rang me ta. Kjo çka argumenton? Se njerëzit e mëdhoj gjithmonë e kanë pa vetën të dobët. Njerëzit e mëdhoj të ndërua nuk mundesh me gjejt njëri të madh shka e sheh veten të madh, haroje. Ama pak as ban hiç, as një grind. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do ta shoh mirë mos i është bë pejgamber. Njerëzit e mëdhoj nuk e shohin veten të madh kurr. Kështu andaj cilësinë më të madhe që ja ka dhënë Allahu në Kur'an, cila është idh qama abdullahi yad'uhu, kur u ngrit Abdullah, robi i Allahut, e ka cilësuar me rob. Kur e ngriti në qiell, çka i tha? Esra bi abdihi. Allahu e ngriti robin e vet. Manal se me hip në qiell s'ka. Jo në qiell, 7 kat. Por se Allahu e cilësoi me robri. Andaj ai duke e shkel veten e ngriti Zotin xhelle xhela. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e ngrit dikush vetëm se Allahu e rrxon, dhe nuk e rrxon dikush vetëm se Allahu e ngrit. Shifot kjo në ftyrën e tina. Andaj tha pejgamberi sa si ka mundsi më martu me Khadijën? Nuk ka mundsi. Por se me disa intervenime të shoqeve të Khadijës i propozojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe njëra prej tyre, Nefise, shoqja e Khadijës, i thot, çka thu më martue me Khadijën? Ja prezanton këta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, unë nuk kam rangi i saj. Ai thot, kjo punë bëhet. Thot, ajo nëse pranon e pranoj. Dhe në bashkëveprim martohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë grua të madhe, të ndershme, besnike, fisnike, të gjymert, e cila i ka ndihmuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me përparue shumë dhe ka qenë një fortesë dhe ka la shumë e madhe për vazhdueshmërinë e misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wasallam kur është martuar me këtë grua i ka pas 25 vjet, ndërsa Khadija i ka pas 40 vjet. Dhe ka qenë martuar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dy burra. Ka qenë martuar me dy burra dhe me çdo njërin prej tyre ka pas fëmijë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur është martuar me Khadijën, ka qenë ajo jo e virgjë, por ka qenë e martuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martojnë axhallarët e vet, ndërsa Khadijën e marton axha i vet. Nëse baba i kishte vdek, Khuwailidi i ka vdek ndërsa e ka martuar axha i saj, radhiyallahu anha wa ardaha. Dhe ka ardhur transmetime se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mehr dikun 400 gram afër 12 uqije, dikun 400 gram ari, nga se e kanë trashëguar pe Ibrahimit alayhi salatu wasalam
mehrin dhe martesën. Khadija është gruaja e cila gjithë fëmijët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë prej Khadijës. Përveç Ibrahimit, të cilën e ka nga Maria e Egjiptit të Aleksandrisë së sotshme. Maria el-Qibtije është e njohur në librat e historisë, të cilën do të vene martesa me këtë grua. Të gjithë fëmijët i ka prej Khadijës. Dhe Khadija ka zotruar një pozitë të madhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa çat shumë e ka përmend Khadijën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mas vdekjes, derisa edhe Aishën e ka shqetësu. Derisa një ditë për ditë i thot Aisha, ja Rasulallah, si su nalet e përmen këtë plak? Si su ndalet e përmen këtë plak? Pejgamberi s.a.s. gjithmonë, qa ka po t'i shka mirë, ka therë kurban, ja ka quhe miqve të Khadijës dhe shoqeve të Khadijës dhe i ka vizitu dhe ka pas respekt të madhë për gjithë kanë që ka pas lidhje me Khadijën. E kundërta e sodit, ku njerëzit çka bojnë, s'kan respekt për bashortën, s'kan respekt për ata që ka rrethon bashortën, s'kan respekt për miqtë e bashortës. Derisa që do ta shohni në një luftë prej luftave kur martohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një grua, edhe nga ajo grua krejt miqt në luftë ja zarot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe krejt i liron miqt rob, miqt grujës, familjarët e grujës, krejt i liron. Atë shumë është ngritë respekti për miqt, derisa krejt të rob që ka janë konë zën nga sahabët, e që janë konë të asaj gruaje, sahabët i kanë shlu, kanë thonë, së mujna mi mojtë rob miqt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo çka argumenton? Burrit madhe, fisnikrit madhe. Njerëzit çka thonë sot? Lejeve këtë punë, lejeve ti këshire familjen tane, apo jo, nuk është kështu, do ta shohmi prej dobive. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë e ka përmend Khadijën, i ka thonë Aisha, leje këtë plak, mos e përmend shumë, por se pejgamberi sallallahu nuk e ka marrë parasysh këtë vorrejtje dhe këtë çortime nga kjo ka qenë ajo konflikti mes grave të cilat janë të një buri. Andaj Khadija radhiyallahu anha ka gëzuar një shpëzit shumë të madhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej evladve dhe fëmijëve të cilat i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Khadija radhiyallahu anha ka qenë i pari El-Qasim, djali i parë, biri i parë El-Qasim, dhe këtu e ka noftë pejgamberi sallallahu baba i Qasimit. Andaj shumë prej njerëzve kanë thënë Ebu El-Qasim. Ki ka jetu vetëm një vjet dhe ka ndru jetë. Gjithë djemt i ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tha Allahu xhalla xhelalu, Muhamedi nuk është babi asnjëri prej burrave të juve. Pejgamberi sallallahu nuk ka lënë burr për mas, por vetëm çik, vetëm vajz. I pari është El-Qasim dhe ki nuk ka jetuar. I dyti prej fëmijëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Khadija është Zainabi. Pastaj është tjetra vajzë Ruqayya, vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na i thënë Ruqayya. Ajo është Ruqayya. Tjetra vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Ummu Kulthum, vajza e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pastaj vajza e fundit e pejgamberit alaihi salatu wassalam është Fatimia, vajza gruaja dhe bashortja e Aliut radhiyallahu an, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi është bë pejgamber i ka lind edhe një djalë nga Khadija, e ka pas emrin Abdullah, dhe ki nuk ka jetuar por ka ndru jetë, dhe këtë e kanë quajt Et-Tahir, Et-Tayyib, i miri, i paqti. Pse? Nga se ka lind në i burri i pari i djali i pari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Islam. Edhe ki nuk ka jetuar. Pastaj pejgamberi sa më vonë ka pas edhe një djalë Ibrahimin, por edhe ai nuk i ka jetuar. Këto janë të cilat i kanë përmendur dietar prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për asaj që nuk i kanë jetuar djem, ka qenë objekt tallje e Kurejshve. Masi është bë pejgamber, ka thënë Kurejsht, ky është jo pjellor, shterp. E Allahu ka zbrit sure. Ata kanë thënë, qish po na kërcënon Muhamedi se kena me hinë gjehenem si mës t'i besojna,
e ka me ndodh me neve humbja dhe disfata, kur Allahu s'pjalet djemt me jetue. Sa ata që kanë thonë, njëri me djemt e vetë është i fort. Ata thonë, këti djemt s'pjetoj kja me vajza në kërcnona. A me qika për në kërcnon se ka me në fitua. Dhe kështu u talëshin Kurejsht. Allahu zbriti sure për këtë tali dhe tha, inne shanjeke hua lebter. Tha Allahu Gjelluala, jo, qaj shka po të shanë dhe të ofendon, qaj është shterë dhe jo pjellor. Wa rafa'na laka dhikra, dhe të kena ngrit neve emrin. Tha Ibnu Kathiri, tha wallahi huwa al-abtar. Tha pasha Allahu qaj shka ka fol, e ka po shterë Allahu Gjelluala, nërsa penga me zanë pa asë një djal, është burri ma i përmend ftyrë tokës. Tregomani një emër, veç një emër, shka gjenerat pas gjenerate freskia ati emrit është nivellet më të larta. Sa gjenerata po kalojnë, bab gjyshe, 4 gjyshe në kanë shku neve, ata kur kanë jetu emri Muhammed e konë ma i përmendti. Në gjë gjenerat thot Muhammed Rasulullah muezini, dërsa na shkojna haromi, edhe djemë të tu të harojnë, edhe djemë të tu të harojnë, edhe nipa të harojnë, por se Muhammedin s.a.s. nuk e le Allahu Gjelluala me haru. Kush e runë ketë? Kush e runë ketë? Ti shkruju si dush në gjitha regjistrat, shkruju si dush në gjitha regjistrat. Kjo dunja ka pas lojve përandori, ka pas lojve diktatori, por se Zoti e ka pas shtërë. Andaj Kurejsh kur u hakmirnin se s'ka djem, Allahu Gjelluala e bani të kondër tënë. Nga se Allahu i runë njërzit, Allahu i runë autoritetin. Andaj pejgamberi s.a.s. nuk i jetoj asë një djalë për e djemve të ti alayhi salatu wassalam. Para se me kalu në ngjarjen tjetër, e cila është rindërtimi i Qabës, dhe këta do ta përmend më shkurt, do ndalim me disa pika të shkurta, edhe pse dietarët në këtë hadithin dhe ngjarjen e martesës me Hadijës kanë nxjerrë shumë dobi, po na do t'i përmendim disa prej tyre për shkak nevojës të madhe që mos jetë kjo vetëm mirë ka zojoja, mirë ish martu me Hadijën. Jo, na duhet nga kjo të ngjarje me jetu me ta, me nxjerr mësime të thella nga to. E para është se martesa me Hadijën radhiyallahu anha wa ardaha është demand dhe kundërpërgjigje dhe hedhje e poshtë e çdo dishimit dhe ndjellave të këqija, të ndjella keqve dhe dyshuesve dhe smiraxhive dhe ziliqarëve, se Muhamedi s.a.s. është e pshor, është njëri cili shikon me i plëcu qejfët e tina. Na e dim se muslimat nuk besojnë kështu, hasha lillah. Ka thënë Imam Nawawiu, kjo është kufër në Zotin Gjelle Gjelaluhu. Njeriu nëse beson se Muhamedi s.a.s. është martu me shumë ngra, se ka pas epsh, kjo është kufër, del prej fejes më njëherë. Hiç nuk ka nevoj as hoxhën me tira as kërkan. Veç me çkumenja se ai ka dash grad, epsh sharakisht, se o ko njeri epsh sharak me ijman e musliman dhe njeriu zngel musliman. Zoti na ruaj. Por se na pse të përmendemi këta, që të kish një lloj imuniteti për propagandës të egër kur bëhet për pejgamberin s.a.s. Këta nuk shkruajnë vetëm gjuhët e huaja, edhe në gjuhën tonë janë të shkruajtur për se pejgamberi s.a.s. është martuar me Aisha radhiyallahu anha duke qenë 6 vjet dhe ka i dhëndër duke qenë 9 vjet ajo radhiyallahu anha. Dhe çka thonë njerëzit? 50 e diçka vjet me 9 vjeçare, apo dhe mundohen me fut dyshime. Martesa me Hadijën është çka? Kundërpërgjigje për këtë. Dietar kanë thënë, Muhamedi a.s. kur ka në pozitën më të fuqishme, në periudhën të pranverës së rinis, kur e ka njeriu epshin, kur e ka njeriu të qejfët e tij, karshigjinis tjetër, kur është plaka, kur është i ri, kjo është zakonshme. Njeriu kur shkon nga pleqëria, forcohet në aspektin e psharak, është ma imun, është ka fuqi me duru ma shumë. Kurse i riu, atë dhe pejgamberi sallam, ja ma'shara shabab, o i rini, kush ka mundësi me martu, let martohet. Nuk tha aju pleq, aju së më duroni, nuk fol pejgamberi sallam kështu. O ju rini, e plesht, rini ju vendin e juve ku e keni. Pra pejgamberi sallam, kur ishte në rinin e vetë, në pozitën natyrshme të epshit të ti, dhe në atë kohë të ndëruar xhamatli, s'u konë marrë me pas gra. S'u konë marrë.
Abdul Muttalibi ka pas plot gra. Nuk ka martu me një gruaj, me plot gra. Ata të cilët prej të tjerave s'kan shikur rregulla shumë, ata i kanë ndru gratë kur t'ju ka kujtue. Ata i kanë morë edhe gruajën e babës, jo nanën, por gruajën e dytë. Për shembull, baba i ka pas 3 gra. Djali a kon njënën gruaj ka pas nanë, a tjetrën çka ka pas? Gruajën e babës. Ka pas i nanë me gruajën e babës. Dhe sa kon kjo e madhe, pse? Po çka i ndalon ato? Çka i ndalon? Çka i ndalon? Si ndalon kur gjon? S'u kon marrë, por se pejgamberi nuk ka gjeni til. Asnjëherë alayhi salatu wassalam s'ka menuar psharakisht, asnjëherë. Do shohim shpellën Hira të ndëruar vëllezër. 3 vjet. Shpellën Hira është mbyll. Na me shku, kush ka shku në Mekë, le të shkoje, le ta përjetoje me nejt pak. Vetë në shpellën Hira. Apo në shkoje në një marë këtu pari, ku ta di. Vetë në të neje. Me ditë të tëra. I del zemra prej venit. Por se Muhamedi e ka qenë stabil, ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë shumë imun karshi provokimeve dhe epsheve. 25 vjeçar a ka mujtë më martu me çiftin e vet? Po, kush e ka ndalue? Por se Muhamedi nuk ka shikuar psharakisht, është martu me një gruaje 14 vjeçare. 15 vjet më e madhe. E martume. Pra, dallimi është shumë i madh. Muhamedi kur ka pas nevojë, është martume, ta quajmë shumë të më shumë me një gruaj 14 vjeçare. Pastaj gratë e tjera e kanë një sebeb tjetër do ta përmendim pse i ka martuar alayhi salatu wassalam. Andaj pika e parë është kundër përgjigje, kundër propagandës së dytë dhe të pandarshme kundër dëshmërisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta prej dobive që e kanë përmendur dietarët në këtë tematik është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me martesën e Khadijës ka fitue njohuri të gjana, është civilizu edhe më shumë, sikur që thamë se shkoj të Halimja për me mësu gjuhën arabe, rrinte me bura për me fitu burri. Kur u martu me Khadijën, filloj me bo tregti, kishte pare. Khadija kishte pare dhe filloj me përpunuat pasuri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkonte në Sham, atëherë ishte civilizimi në Sham. Kjo e ka bo pejgamberi mu njoftu me qytete, që kur të bëhet pejgamber të jetë i gatshëm. Mos thoje kur të zbrite për Shamin diçka, ku është Shami? Ku s'kum nikur për Shamin, se kum pa. Andaj pejgamberi shkoi e pa Medinën, e pa rrugën. Andaj pejgamberi u përgatit me i njoft qytetet, me i njoft vendet, me i njoft njerëzit, si funksionojnë Medinë, si funksionojnë Mekë, si funksionojnë Taif, çfarë njerëz i kanë në Sham, u taku me Romak. Kitë kjo çka ban me kuptu se Allahu e martoi me Khadijën për me ngrit. Për me ngrit dhe me ja rrit dhe me ja zhvillue njohuri dhe civilizime dhe kulturë sallallahu alaihi wasallam. Prej dobive që i përmendën dietarët është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja mundsoi mu martu para pejgamberisë prej 25 vjet. Do të thonë 15 vjet i kishte përgatitje familjare. Dhe kjo është pikë shumë e rëndësishme. Pse Allahu nuk e la beqar derisa të bëhet pejgamber? Dietarë kanë përmendur shumë dobi. E para kanë thënë se beqarit nuk i besohet si familjarit. Beqarit nuk i besohet detyra si familjarit. Pra njerëzit kur dojnë me bën punë të mëdha, çka bëjnë? A thirrin njëri i cili është beqar? Jo. Po ku i besohet, ky s'ka marr kur përgjegjësia se diçka fëmia as me li për rrezikun, as ka punu, ku me dit. Andaj këta ekipa beqartë kanë ma të rrit këtë dozën, Allahu furnizon, Allahu e bën rrezikun, kuptimin e devijum të shariatit. Pse? Sa çka përgjegjësi? A çka përgjegjësi? Kur të bëhet bab, kur të kesh fëmijë, kur të bëhesh shtëpi, atëra fillon me kuptu se Allahu i ka do ligjën tokë. I ka do ligjën, nuk e zbret prej qiellit rrezikun. Andaj njerëz beqarit nuk i thonë, çka i thonë? Rriti, kur të bëhesh bab, folmi me tije. Pse? Kjo e natyrshme. Allahu na ka kriju çështo. Allahu nuk e la beqar mu bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Se kishin mujt njerëz me thonë, ala i rije ti për këtë punë. Pjeku një herë, merë përgjëtësitja, ti shka përgjëtësia?
Andaj Allah e heki edhe këta 15 vjet me fëmijë tregtar i diun e punë. Ishte formue komplet alayhi salatu wassalam për me mor barrën dhe me largu tohmën, shibët me largue. Andaj kjo neve çka na jep me kuptue. Rinia do të me pas kujdes në punët e mëdha. Nuk në kupton se mos më mor me to, por do të me pas parasysh se Allah na ka krijuar në dërshmëri. Prit pak, rritu pak, ngritu pak dhe shiko se si shkon muhabetit e njerëzit. Andaj kur të bëhesh familjar, kur të bëhesh i përgjithshëm, kur të shohin njerëzit se ti tash je serioz, e ke marr barrën mbi supët e tua, mu pavarësue, atëherë tash folmi me ti. Andaj kjo është pikë shumë e rëndësishme për neve, edhe rinis, po edhe atyre të janë të më shumë. Prej pikave që e kam përmend dietarët është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me martesën me Khadijën, Allahu ja ka siguru pavarësinë dhe qetësinë dhe harmoninë. Kjo pikë është shumë e rëndësishme. Çka do të thonë ja ka siguru pavarësinë? Për shembull, sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur t'i shbo pejgamber t'i shkon fukara. Çe i kishin thonë? Po thot jam pejgamber se s'ka pare, ti bëj edhe pare. Apo pejgamberi sa pat pare, pat sa dush pare, s'kish nevojë për pare. Jetonte te shtëpia e Khadijës, sa po informim. Neve na iki ki detaj. Pejgamberi sa kur u martu ka jetuar te shtëpia e Khadijës radhiyallahu anha, nga sa di ishin kushtet më të mira. Pejgamberi sallam u plotsu në aspektin emocional, në aspektin e ndjenjave, në aspektin e të gjitha kushteve dhe rrethonave dhe rrethanorave që mos të ketë nevojë për mi ba dikush me gisht se ti nështë apo do pare, nështë asje plotësue, apo ata njerëzit kur martohen plotësohen. Tha Allahu Gjellu Ala, neve ju kemi mundcu juve gra të cilat janë për juve për njeriu kur martohet plotësohet, njeriu kur martohet plotësohet. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, martesa është gjysma e imanit. Në çka kuptojmë gjysma e imanit? Shumë në çka kuptojmë gjysma e imanit? Përgjithësia shumë e madhe. Përgjithësia tash imani më i gjallë, më i kuptueshëm është. Andaj Allahu xhelle martoi me Khadijën 15 para pejgamberisë që të ketë pavarësi. Që mësoj dikush, a ki për pare e ka? A ki për shkak nështë për gra e ka? Andaj Utbe ibn Rabia çka i tha? Kur u bë pejgamber, e quajnë Utbe, një kryetar të arabëve, shkoi dhe i tha, o Muhammed, si ta kish për kryetar, të bëjna kryetar. Si ta kish për pare, krejt pare ti mbledh ti jap në tyje. Si ta kish për gra, ti mbledh mi 10 më të mira. Pejgamberi as nuk ju përgjigj. As nuk çaj banale dhe pa ndarshme ishte kjo ofertë, as nuk ju përgjigj. Veç i tha, a e kryte? A e kryte muhabeti? Po, ngotash. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe filloj me lexu ajete të surës Fatir. Po Allahu xhelala i përmendi zbritjen e Kur'anit, mohimin e tyre dhe shkatrimin e popujve renegat dhe mohues ndaj Zotit xhelle fiula. Andaj pejgamberi me pas këtë dëshirë, çka kishte thënë? E kundërta. Apo oferta? Çka oferta? As se ka shikuar. Andaj pejgamberi sallallahu ka fituar pavarësi me martesën me Khadijën dhe s'ka pas nevoja. Keni pa për shembull me thjeshtëzue. Njeriu kur është beqar lakmon. Pastaj kur martohet nuk e ka njëjtë lakminë. Njëri lakmon për veture, pastaj ku ta di çka për çetitje, pastaj kur bëhet i përgjithshëm thot, lej këto punë gram kon i ri. Tash bara më e madhe. Bara është më e madhe. Pra Allahu ja ka plotsu këtë çejfët. Gruaja, ja gruaja, pasuri, ja pasuri, tregti, ja tregti, shëtitje, ja shëtitje. Krejta i mora, o plotsove, po. Tash shkoj me punë të mëdha. Andaj këta duhet me kuptue këtë pikë shumë me rëndësi të kësaj ngjarje. Gjithashtu, dietarët kanë përmendur në këtë tematikë se gruaja e luan një rol të madh në përkrahjen e burrit në misione të mëdha. Andaj Khadija radhiyallahu anha ishte për grave e cila ishte dalluar në përkrahjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çat shumë e ka përkrah, çat shumë e ka ndihmuar derisa Xhibrili alayhi salatu wasalam ka zbritë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë
ka thënë çoja selamin gryes tane për Allahu xhelle xhelalu. Kjo privilegj i madh, me të bëj selam Allahu te bareke ve teala. Kjo çfarë nuk kuptojmë? Kjo për pejgamberin, po për neve të nderuar xhamatli, është se duhet kemi kujdes në jetët tona. Martesa është shumë e rëndësishme. Njerëzit e shohin martesën nga konde, jo të duhur, dhe kjo është shumë e rëndësishme për rinin. Nuk është martesa qejf, nuk është martesa epsh, nuk është martesa tek, është përgjithësi. Andaj pejgamberi kur u martu me Khadijën, çka tha? Nuk tha unë jam burr e plotsoj, s'tha. Tha ajo ka pozit. Ajo e madhe, unë nuk i plotsoj, unë jam fukara. Nuk i kam kushtet e asaj më martu. Pejgamberi nuk e shikonte nga ana e epshit. Me pas shikon nga ana e epshit, kishte thënë, jo, ajo 40 vjet i ka. Jo, 40 vjet unë e duhet të moshës teme. Ja. Jo, pse? Se martesa pejgamberi nuk e ka shikuar edhe para pejgamberisë. Edhe para pejgamberisë, që nënkupton se neve duhet të bartim mesazhe të rinia dhe neve martesën t'i shikojmë nga amnimon kjo gruje pastaj me ndërtu familje. A është e aftë kjo gruje muë me mdalë zot për punët e mija? Pra, disa djetarë kanë thonë, Khadijja i ka kry punët e burrave. Që ka më thonë punët e burrave? Po punët e burrave, tregti, sot tregti me botim me shtet tjetër. Se sot tregti me botim, po koxha dush më kanë i zellshëm edhe inteligjent dhe koxha dush më kanë njëri madh. Njerëzit që bën tregti në çarshia të vogla, ti më bën tregti me sham. Prej shtëpisë vet, i ka refuzuar shumë oferta. I kanë ofruar oferta shumë martue, ka qenë shumë inteligjente. Pejgamberi s.a.s. martesa me ta ishte një hise e madhe. Ishte një hise e madhe. Andaj na duhet me kuptu se fortesa dhe kalaja ma stabil çka duhet njeriu me synu është gruaja. Pra për shembull, nëse njeriu ka barr, edhe shkon te shtëpia nuk gjen mirë kuptim, shkatrohet. Andaj tha Allahu jelle xhelaluhu, o ju të cilët keni besuar, inna min azwajikum, prej grave t'juve keni armik. Than dietarët, çish mundet armik më kanë gruaja? Allahu nuk tha banë talak, shkurorzoje, jo. Por armik në kuptimin e mos ndihmës dhe mos përkrajës në punë, çka duhet me ndihmue. Andaj të nderuar xhamatli, duhet që neve me shikue martesën nga kandi i përgjithësisë, nga kandi që kur shkojsh te shtëpia me gjet prehje, me gjet mirë kuptim, mos me thanë ti shaj të bëj kështu, me tip në qafë, që i themi neve. Pse? Gëse taranon jetën, taranon detyrën, taranon përgjithësien, nësa kur gjenë mirë kuptim, çka thoi njerëzit? Kur ka rahatit e shtëpia, jashtë kryhen problemet. Nëse gjenë mirë kuptim të shtëpia. Andaj Khadijja gjithmonë i ka thonë pejgamberi vazhdo, nuk le Allahu. Kur i ka thonë kam frikë më s'pondohet diçka, më ka thonë kur gjasësh. Vallahi Allah i sletije. Që pasurien, krejt që ka pas në shërbimin e vet, ja ka vendos pejgamberi s.a.s. në ndihmë dhe përkraj. Edhe në këta ka edhe shumë prej dobive të cilat i kanë përmend dietarët. Prej ngjarjeve të cilat do t'i përmend më shkurt, është se Kurajsht, për shkak të një vërshimi të madh i cili ka ndodhur në Mekë, i ka lëkund themelet e Qabës. Dhe Kurajsht dhe ata fisët janë friguar se mos po rënohet, po me gjithë këtë frikë janë rënus qysh me e prish. Pro frika mos po bje, dhe frika qysh me prek Qabën, se Qabëja shetë. Dhe kanë pru lloj vendimi. Pastaj e vendosi njëri, thonë filloj ati. Ajta thonë po ja filloj. Ai e prish një guri. Pasi e prish një guri, ata thonë, ai thotë, eja me neve, të bashkëpunojmë. Dietar kanë polemizuar se sa vjet i ka pas pejgamberi s.a.s. në këtë moshë, sa kanë thënë 30-35 vjet i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka bashkëvepruar këta. Kjo ngjarje sillet në ata se është rindërtu Qabja, por shkak se ka filluar mu zbe në shtyllat e veta. Kur ky i pari Mughira fillon dhe e thën gurin e parë, ata thonë po shkojmë sot ka shtëpia, nëse të ndodh ti diçka e keqe, e lajmë këtë punë. Si mos ndodhe kur gjo, kjo është shenjë për Allah që mujna me vazhdue. Nuk i ndodh kur gjo, vinë nesër,
dhe fillojnë dhe e prishin çapën duke ia rujt themelet. Pastaj fillojnë dhe e rindërtojnë çapën dhe këtë rindërtimin e bajnë nga pasuria halal. Andaj e vendosin pikë mos të ketë pasuri e cila është përzije me kamat, me zina, me hajdutri, me plaçk, por vetëm të jetë pasuri e cila është e pastër dhe nuk është përzije me gjëra të liga. Por pastaj kur vinë në fund me enu kurorën, gati dhe me përcit sherin mes tëre. Cila është kurora? Është guri zi. Guri zi është guri bardh te çapja. Ajo është këtë shtylla aty fillon këtë e kështu me radhë. Kush me vënu gurin e zi, kush me morë këtë privilegj? As njani nuk shlon pe. Njani prej tyre thot, shkoni sot të gjithë në shtëpi, kush vjen i pari nesër mëngjes, ai e vendon. Dhe nesër i pari mëngjes vjen pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi salatu wasalam. Kur vin tjerë me kas dhe thojnë El Muhammedul Emin, paskar Muhamedi besniku, dhe nuk polemizojnë se këti të këmi adhan. Dhe i thënë Muhamedi sallam, si me e bo këtë pun? Thotë Muhamedi alaihi salatu wasalam, ata nuk ish pejgamber, por se ish njeri i me inqor, tha, këtë pun dhe të bojnë në mënyrë përbashkët. As fisi jem, as fisi tjetër më këzum, as Abduddar, as fiset tjera, Abdu Shems, shumë fiset të Arabve, tha, këtë punë do ta bëjmë të përbashkët. Do ta marrë me një polihur, një këmish, e vendos migurin ati, edhe çdo prijes nga familja, një familje në kabile, e kap një pjesë dhe e vendos. E në fund unë e vendosi të vendi. A pajtoni, të gjithë pajtuan për një fjalë dhe e morrin dhe vendosin këtë guri dhe ishte privilegji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jetë nga ata të cilët ja u zgjidh problemin me kelive. Për asoj që ka përmend dietarët në para ardhjen e shpalljes është edhe se Allahu xhelle xhelalu e kishte rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga veprimet e atyre. Po ju peshifni se vëzën po merr shumë pjesë, shumë bashkëveprime. Po kjo nuk nën kupton sa i ka bë punë të liga. Mor pjesë në luftë me kushërit. Mor pjesë në aleancën kundër zullumit. Po merr pjesë në rindërtimin e çapës. Po merr pjesë në tregtim me Hadixhen para dhe pas martesës. Dhe gjithë këta nuk ish pejgamber. E tash dietar kanë thonë, këtë këto veprime 40 vjet. A është përli me vepra të liga? Asnjëherë. Andaj dietar kanë thonë, Allahu xhelle fi ula e ka rujt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mos voje asnjë vepër e cila është nga veprat e liga të atij populli. Prej tyre është se Allahu xhelle xhelaluhu e ka rujt nga adhurimi i idhujve. Andaj arabët kur janë për la, kanë thënë ban ben latin, na shojë njerëz ban ben Zotin. Ata kanë ban ben latin, thuj pasha latin, lati idhuj. Uzza pejgamberi sa kur i kanë thënë ndonjëherë ban ben latin, ka thënë la, ebeda, asnjëherë kot. Kur nuk bëj be latin. Ka ardhur disa transmetime se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, vallahi nuk kaloj nga lati vetëm se e kthej shikimin tim nga ana tjetër. Dhe kjo ka qenë prej para përgatitjes së urrejtjes nga veprat për veprat e këqija. Për asaj çka e ka rujt Allahu xhelle xhelaluhu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, është se pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk i është bërë shumë e dashur poezia, thurja e poezisë. Do ta shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka thur poezi. Ka thur poezi. Dorsa Allah i ka thënë, "Ky nuk është poet." E do ta shohim se si Allahu xhallahu ala e ka bërë edhe këtë thurje të poezisë demand për ata që kanë thënë se është poet, sepse se ka rendit çish duhet rimën. E ka gabu. S'ka ditë me thurë çish duhet në ato vargje të cilat janë peshore e poezisë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thurë poezi. Prej tyre është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pi raki asnjëherë. Kur nuk ka pi gjuha e tij, goja e tij alkool. Asnjëherë kot. Pejgamberi alayhi salatu wasallam asnjëherë nuk është afruar zinos. Asnjëherë. Kur? Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka treguar në hadith, pse ne kanë dhënë Imam Hakimi dhe Ibn Hibbani se një ditë prej ditëve ka dashur mu bashku me Mekelit në ato ahengjet e tyre, në dëfrimet e tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam,
asë njëherë së më ka shku menja me bokeq. Asë njëherë më ka shku menja me bokeq. Përveç 2 herë të cilat më ka largu Allah. Asë ma hemem të bi kubh. Asë njëherë së më ka shku menja me bokeq. Përveç 2 herë edhe ato së më ka lanë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ka diti të zërë kanë zërë imam Himbani dhe në Mustadrekin e tje kanë zërë imam Hakimi. Kiltehuma asameni Allahu minhuma. 2 më ka rujtë Zoti Gjelle Gjelaluhu. Cilat janë ato? Thot një natë prej natëve shkova të shikoj se si të frehen kure ishtë natën. Qka folin natën, qish do frehen, si zbavitën. Dhe duke i pyet ato qka po bani, më thanë se po martohet filani me filanin, kam pi raki, kam bo, gjahilet, alkohol, kretat zeza, kanë kënue, kam bo muzik, thot pejgamberi alayhi salatu selam, dhe kur e pash vetën, duke u zgjun mëngjes ditën e nesërme, kishte zonë gjumi, me njerë mas pyetjes. Dhe kështu edhe ditën herë, provova, hajtë edhe një herë ta provoj, çka po bojnë këto si po të frehen, duke i pyet se çka po bojnë, duke ja shpjeguar të dofrimet e tyre, thot pejgamberi alayhi salatu selam, nuk më ka dalë gjumi vetëm se nga dielli i mëngjesit të nesërm. Domethënë Allahu Gjelle Gjelalu e ka rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga të gjitha mëkatet, nga të gjitha të ligat të cilat i kanë bë ata. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur me nga na shpeshherë se numrojnë këta prej të mirave. Mos me rrejt. Djetarët e përmenin libra. Që ati ku e përmenin s'ka pi raki, që ati e përmenin s'ka rrejt. Disa njerëz thojnë, raki mos pi. Zina mos bën. E ke tjetrën, kjo më e rëndë se ato. Me rrejt është më e rëndë se ato. Ma e vështirë të Zoti Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi sa asnjëherë nga gjuha e tij s'ka dalë rrejt. Asnjëherë, kur. Andaj kjo i ka ndihmue mi ardh ëndrat e vërteta. Çka ka po ëndrat i ka dalë çashtu. Ka po ëndër pejgamberi sallallahu që nesër ka më ndodhur kështu. Çashtu ka ndodhur. Ka po ëndër pejgamberi se ka më shkuar filan ditën, filan vendin. Ka shkuar alayhi salatu wassalam. E ka pa se filani ka më bë pasunik, është bëhe. E ka po ëndër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam për asaj çka e kanë cilësuar dietar se nuk ka rrejt kur. Prej veprime që i ka pa pejgamberi sallallahu dhe ka qenë virtyti i tij, ka qenë wasulan lirrahim. I ka mbajt lidhjet farefisnore. Dhe këta ja ka përmend Khadija kur është kthyer prej Hiras. Shumë i ka mbajt lidhjet farefisnore pejgamberi sallallahu. Dhe Khadija ja ka përmend këta si virtyt se një njeri që ka i mban lidhjet farefisnore kur nuk e lën Allahu me devijue. Kur nuk e lën Allahu xhallahu ala me deviju. Dhe Allahu te bareke ve teala në surën Muhammed, surën e cila e mban emrin Muhammed, e ka përmend kputjen e lidhjeve farefisnore dhe e ka thujt se kjo është vepër e kujt? E hipokritave. Ka thënë o ju hipokrita, munafikin, a mos shpresoni me mor ju, çka me mor? Pushtetin dorë dhe mi kput lidhjet farefisnore. A e kuptu tash kur kush i ka frenat të pushtetit dorë? Të e di se sa është mbajtja lidhje farefisnore sot? Sa e respekton fëmija babën? Sa mbahen lidhje farefisnore? Sa urrejtje ka? Kjo çka në kupton? Allahu na ka zbulu. Pra frenat e pushtetit i kanë el munafiqin, ata që kanë hipokrit, nuk ju intereson, prasisen. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që i mbajte lidhjet farefisnore. Andaj Khadija i tha, la wallahi, tha jo pasha Zotin, se ti mban lidhjet farefisnore. Allahu xhallahu ala tha në Sahih Bukhari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith Sahih Bukhari, kush të mban e mbaj lidhjes, i ka fol mitrës, kush të mban e mbaj, kush të kput e kputi. Andaj të nderuar xhamatli, nuk i kput dikush lidhjet farefisnore vetëm se i ngushtohet jeta. I ngushtohet jeta, lazim, s'ka mundësi me ik piksajna. I ngushtohet bereqeti, i hupin. Përveç nëse ata e hedhin, ata e gjujnë, sikur që e përzonën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do ta shohim më vonë, por sa ai nuk duhet me qenë ai i cili paraprin kësaj kputje të lidhjes. Pastaj dietar kanë përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar mi pa disa shenja të jashtëzakonshme, të sa i ka ndodhur para se me i ardh shpallja, për tyre se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë disa drita
dhe shpeshher i kanë dhënë selam gurët, i kanë dhënë selam pemët. Pejgamberi sallallahu duke shkuar në shpellën Hira dhe duke rrugtuar, i kanë dhënë selam disa zana të cilat nuk i ka kuptuar, dhe kjo ka filluar me shqetësue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë një botë pa kuptimshme, por se Zoti jon xhel xhelaluhu pak para se me vao pejgamber dikon 3 vite, ja ka shpeshtu këto, dhe në 6 mujorin e fundit para ardhes së Xhibrilit ja ka rrit dozën dhe masën e këtyre gjërave derisa është përfunduar me ardhen e Xhibrilit alayhi salatu wassalam, dhe ka fillu këtë një periudhë tjetër, krejt një historik tjetër, krejt një faqe e re e njerëzimit me zbritjen e shpalljes së Zotit xhel xhelaluhu. Të gjitha këto do t'i shohim në ligjëratat e ardhme me më shumë detale. Elusmi Zotin ton xhel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson që Allahu xhel wala na e bën më të përshtatshme në kokat tona, në zemrat tona, ndjekin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na mundson Allahu xhel wala që ta njohna këtë njerëz të madh, ta njohna personalitetin e tina, të marrmi nga ky burim i madh i jetës, i gjallërisë së zemrave, i gjallërisë së personaliteteve, i gjallërisë së çdo sen që ka mundësi më kanë e gjallë. Elusim Allahu xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala aty ku ja kemi qelluar, Allahu xhelle wala ta regjistron nga veprat e mira, ku kemi gabuar edhe kemi rrëshit, ajo është prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahu xhelle wala që Allahu ta fale. Elusim Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu të na jap energji, të jap motiv të bëjmë Allahut ibadet. Na mëson Allahu xhelle xhelalu të na largon ignorancat, na largon padijet, na bën qabul agjërimet, na bën qabul taravit namazat. Elusim Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah.